pasta day për të dashurin tim. Pasi të provoni këtë recetën e pastave, ju betohem, nuk do ju hyjë në sy asnjë lloj recete tjetër. Të preferuarat e mia janë këto penet nga pasta Diamond, gjithashtu kam pak hudhër të grirë, vaj ulliri, kripë piper, gjoks pule, majdanoz dhe kaçkavall të grirë dhe përbërësi kryesor që janë kunguj. Si fillim unë bëj përgatitjen e salcës dhe e nis me grirjen e këtyre 3 kungujve. Atëherë unë griva kungujt, griva dhe filetot në kubik të vegjël, tani do t'i skuqem. Dhe ndërkohë që skuqim kungujt me gjoksin e pulës, vëm ujin e makaronave që të zjej. Hedhim 2 lugë vaj ulliri, më pas hedhim hudhrën dhe e kavardisim. Pasi hudhra fillon dhe lëshon aromë dhësh të skuqur, mund të hedhim filetën e pulës dhe ta skuqim të atë. Vendosim pastat në ujë për të zjerë dhe hedhim gjys lugë gjellë me kripë. Pasi filetoja e skuqur, vendos kungullin e grirë për ta skuqur bashkë me fileton dhe i hedh pak kripë dhe piper sipas dëshirës. Dhe mos harroni asnjëherë të hidhni pak nga uji i makaronave për ta zbutur dhe për ta bërë të njëtrajtshme. Pasi hodha ujin e makaronave dhe i lë pak që të zjejnë dhe kungulli të zbutet, është rada e panës. Unë nuk preferoj të hedh shumë pana, duke qenë se ajo ka shumë yndyrë, por besoj se kaq është mjaftueshëm. Mua për vete më pëlqen shumë shija e piperit te kjo lloj recete, si dhe mos harroni asnjëherë djath, shumë djath. Dhe kjo është pikërisht pamja që një salcë perfekte dhe shumë kremoze duhet ketë. Unë vdes për shijen e majdanozit tek pastat, kështu që nuk mungon asnjëherë në çfarëdo lloj recete. O zot, kjo mban era mrekulli. Dhe ulala, pastat janë gati. I dashuri im është pak konfuz në fillim, por më pas i përlan të gjitha pjatat dhe nuk ka më pikë turpje. Gjeni dikush që t'ju shoh ashtu si shnes në visku pastat? Ishte pa që mirë sa herën e parë, si dhe më rëndësishmja pastat janë al dente.